Enver Mazrejka nga fshati Dujak ka vite që merret me mbajtjen e lopëve. Ai ka 15 krejr lopë dhe shton se është mirë të merresh me to. Fermeri thotë se ka përfitim nga puna e tij që bën si fermer. Momentin tona i kam në 15 krejr lopë. 13 janë maja, 2 janë mështira. Shërbejnë për shpenzime familjare. Ja dalim disi me to, mirë nuk o keq. Mazrejka i thotë se është duke i munguar fuqia punëtore për të përkujdesur për lopët sepse do të kishte mundësi dhe të shtonte më shumë krejër të lopëve. Nuk ka fuqi punëtore. Se me pas fuqi punëtore, i kishim shtuar 5 krejër të lopëve, po rinia në ka nik. Unë me qëto vite që i kom pas të 5 vite, vetëm me të shoqin i këshyri, me pas fuqi punëtore, e kishim rrita 5 fermen. Qumshtin e ka për treg dhe shitjen e ka të sigur sepse e dërgon në pikë grumbullimi të qumshtit. Qumshtin na dërzojmë, ne kemi pikë grumbulluse këtu në Sekhyl. Aty e qojmë, kalojmë mirë me ta, pagesat e kena me rregull, çmimi nuk o keq, mirë për momentin, po e në rritë këtu tjera të dhe mirë, nuk o keq. Fermeri nga Dojaka thotë se të rinjt duhet të merren me bujqësi dhe blegtori dhe të punojnë tokën në vendin e tyre.